unë thamë që inshallah do të kemi gjykatës të GKK-s që të çmojnë fajsin edhe të personave të tjerë që nuk kanë qenë hetim, po që mund t'i nxjerrë kjo përballje, kjo dëshmi. Me Krishnikun analizën e tij tani për këtë çështje? Shiko, analizën unë e kam shumë të thjeshtë, që të kuptojnë njerëzit çfarë ndodh me kërkesën për të kërkuar një dëshmitar. Një dëshmitar, në rastin konkret, kërkohet nga pala mbrojtëse për të lehtësuar rrethanat apo për të hedhur dritë mbi pafajësinë e tij. Pra, nuk është një kërkesë e prokurorisë, është një kërkesë e mbrojtjes. Po. Pra, për ta shqipëruar për ata të cilët nuk e flasin mirë shqipen dhe na ndjekin, Sali Berisha ka kërkuar dëshmitar Edi Ramën që Edi Rama të deklarojë pro pafajësisë së tij në këtë proces penal. Në një rast tjetër, do t'ishte që fajësinë e tij do t'ja kalojë këtij tjetrit. Por në këtë rast nuk ekziston, sepse Sali Berisha ka 15 apo 20 vjet që nuk ka bërë një denoncim penal në prokurori, një kallëzim që të denoncoj Edi Ramën që ka bërë shkelje për ndryshimin e destinacion. Pra, kërkesa është thjesht për dëshmi për të favorizuar mbrojtjen e tij. Dhe unë mendoj që nuk kishte ndodhur ndryshe. Nuk kishte ndodhur ndryshme sepse e vetmja mbrojtje që mund t'i vi Sali Berishës është nga Edi Rama. Edi Rama e ka mbrojtur që në fillimet e tij, që kur ka ardhur në pushtet Sali Berisha. Është rasti pa precedent, të bësh biznes duke qenë në opozitë dhe të ndërtosh pallate. Pra, nuk është një autogol që po bën Berisha duke thirrur Ramën. Jo, është drejt për drejt ai. Ai e thret Ramën. E thret në ndihmë në këtë rast Krishnik? E thret si ndihmë? E thret për ndihmë. Po për çfarë e thret? Po se thriti për ndihmë. Marrim rastin tjetër që do të thotë që ky ka bërë një vendim të paligjshëm. Se atëre kjo është rrethan rënduese, nuk është rrethan lehtësuese, sepse nëse Rama ka bërë një akt të paligjshëm që ka përfituar Berisha, atëre kjo është më e rëndë që nxjerr në pa një skandal historik që Rama ka përfituar nga një abuzim i Berisha ka abuzuar ka përfituar nga një abuzim i Edi Ramës. Profesor, një sekond, se ka një pyetje Prençe. Vetëm ta mbaroj. Ka një pyetje jam në fund. Po, Shamsi, po. Një pyetje, profesor. Nëse gjatë procesit të gjykimit, e keni kapur shumë drejt që mund të jetë autogol dhe mund të jenë të dy fajtorë dhe mund të jenë që mbi fajësinë e Edi Ramës ka vepruar dhe Sali Berisha dhe më e rëndë. Nëse këtë fakt penal e ka konstatuar gjykata gjatë procesit të gjykimit, dhe do kishim një gjykatë si në Amerikë apo në Itali, dhe do i plastë të dy në burg, çfarë të keqe ka? Në 30 sekonda. Do t'jetë shumë e mirë për Shqipërinë. Faleminderit. Që Berisha kërkon para se të mbytet vetë, të tërheqë. Faleminderit. Më pëlqeu ai që the që Rama e ka mbrojtur, por po Berisha do fakti penal t'ja kaloj mbas krave, ta marri me vete. Ka përfituar nga ta marri me vete. Kjo makinë luksoze G-Class 63 që kap vlerën e 250.000 eurove, rezultoi të ishte e vjedhur në Gjermani. Një hetim i antitrafikut të Tiranës mundi të zbuloj rastin, për të cilin u shpall në kërkim një 34 vjeçar që dyshohet se solli brenda vendit me qëllim shitjen. Si ky janë me dhjetra të zbuluara. Vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026 janë 45 raste makinash dhe mjetesh të tjera motorike të trafikuara. Të dhënat e policisë së shtetit flasin për 234 raste në total për gjatë vitit që lan pas. Numrin më të lartë e kanë muajt janar, prill dhe korrik 2025, përkatësisht me 29, 26 dhe 24 raste. Kodi penal në Shqipëri për këtë vepër është relativisht i rëndë, pasi rrezikon nga 3 deri në 7 vjet burg trafikantin. Kur kryhet në bashkëpunim dhe që sjell pasoja të rënda, rrezikon nga 5 deri në 15 vjet burg. Ekzistojnë disa mënyra për vjedhjen e makinave luksoze në vende të BE-s dhe jo vetëm, me qëllim sjelljen në vendin tonë, kryesisht për t'i shitur. Ndër më të përdorurat është një pajisje që përforcon sinjalin e qelësit të makinës
duke mashtruar mjetin sikur pronari është pranë dhe në këtë formë ajo hapet. Mënyrë tjetër është krijimi apo klonimi një çelësi të ri në pak sekonda përmes hakerimit të sistemit të makinës. Mënyra e tretë dhe më e zakonshmja është marrja me qira e makinave super luksoze dhe sjellja e tyre brenda vendit. Kryesisht raportohen si të vjedhura vetëm pasi të dalin nga kufijtë e Bashkimit Evropian. Por edhe këtu prapa fshihet një skem mjaft komplekse. Kryesisht rrjetet kriminale që kanë qëllim vjedhjen e makinave nuk i marrin me qira në emrin e tyre. Për këtë rekrutohen të rinj ose të moshuar që janë të pastër përpara ligjit. Pasi i marrin makinat me dokumentet e tyre, u adërzojnë grupit përgjithsisht kundrejt pagesës. Disa ditë më vonë, kur makina të ketë kaluar kufijt dhe të ketë mbërritur në Shqipëri, bëjnë denoncim sikur makina është vjedhur që vetë të dalin të pastër. Për të kaluar në dogan dhe që më pas të regjistrohet dhe targohet, kryesisht bëhen dokumentet të falsifikuara që duken si origjinale, nga certifikata e pronësisë deri te fatura e blerjes. Për të hyrë në tokën shqiptare nuk mund të rrezikojnë për t'i kaluar me targat origjinale, pasi mund të jenë shpallur në kërkim, ndërsa zakonisht vinë me kamion transporti, të përzierë me makina të rregullta. Volumi i madh i hyrjeve në pikat kufitare, sidomos në porte, e vështirëson kontrollin në detaje për çdo mjet. Neni 17 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Kufizimet e të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë kushtetut mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë. Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të drejtat e njeriut. Unë kam një rezervë edhe për shtetin shqiptar, po edhe për diasporën, të cilën kanë neglizhuar me një padrejtësi shumë të madhe dhe asnjëra nga palët, qoftë shteti, qoftë përfaqësues të diasporës, nuk e kanë as në agjendën e diskutimit. Shqipëria është rast sui generis në gjithë planetin që nuk i jep pasaportën, shtetësinë shqiptare një individi që ka 2 prindër shqiptar. Kjo nuk ndodh me asnjë kom në planet. Nuk ndodh me italianët, grekët, gjermanët, francezët, britanikët, amerikanët, nuk ndodh askund. Personalisht kam qenë pjesë e lobimit dhe kam debatuar edhe me Edi Ramën drejt për drejt, edhe me Sali Berishën drejt për drejt, kam qenë pjesë e lobimit të projektligjit pasaport për çdo shqiptar dhe në atë moment kur unë kam lobuar, nxirrnin vetëm një pretekst. Pretekst i cili sot ka rënë. Ata kishin pretendimin që nuk mund t'ja japim le të themi shqiptarëve të Kosovës, sepse BE-ja është kundër, sepse Kosova nuk është në zonën Schengen. Pra nuk kanë lëvizjen e lirë. Sot që Kosova është në Schengen, pra që mund të qarkullojnë lirisht në BE, ka rënë ky si pretekst dhe ende ata nuk e kanë në agjendë. Pra dhe një herë, sepse është pak çështje juridike dhe askush nuk e kupton, që ta kuptojnë më saktë. Në Gjermani, edhe po të kesh stërgjyshin gjerman, stërgjyshin, pra të kesh një damar gjerman, stërnipi në Rusi, në Ukrainë, vjen dhe e merr pasaportën dhe shtetësinë gjermane se rrjedh nga gjatë gjerman. Tani, a mund të më thot pak ky shteti që është shumë i dashuruar pas diasporës, dhe kjo diaspora që është shumë e dashuruar me nënën Shqipëri. Si ka mundësi shteti shqiptar dhe nëna ja mohon pasaportën? Baza është komësia. Në qoftë se ti ke komësinë shqiptare, ti nuk mundet të mohohet shtetësia shqiptare. Po thua që duhet të marrin 2 milion kosovarë, duhet të marrin shtetësi shqiptare. Jo se themun më, jo se themun. Jo, që ta kuptoj publiku. 2 milion më, jo 2 milion. 10 milion. Kush ka nën e bab shqiptar, a jeton Gjermani, a jeton Amerikë, a jeton Malzi, a jeton Preshet, a jeton... Futë llogari politike. Tani, llogaria politike është gjë tjetër, sepse nëse ne fillojmë themi që po të bëjmë 20 milion shqiptar nuk votohet PS-ja apo PD-ja, pastaj bravo, e kapi përparimi. Imagjino sa mund vini në gjithë... Kemi një frekuencë të dy.
Doja thoja dy fjalë për pjesën e protestës nga Lëvizja Bashk. Unë kam qenë përshëndetëse e protestave thelbësore që Lëvizja Bashk kanë ngritur, kanë pasur kontent, por kjo protest, patjetër jemi pro protestave në vend demokratik, sa më shumë protestojnë aq më mirë, po duket sikur shkon më shumë si protest ndaj vetë diasporës, sesa si protest shkon ndaj qeverisjes dhe Ramës, dhe mund keq kuptohet në këto limite dhe ta afektojnë base edhe mbështetjen e Lëvizjes Bashk për pjesën e votës së diasporës, duke qenë se për zgjedhjet e 2029-s, vota e diasporës do jetë shumë e fuqishme, pjesëmarrja dhe kontributi tyre do të jetë shumë i madh dhe roli tyre në zgjedhje. Ajo që do thoja është duket sikur është protest sa për të protestuar, edhe për të marrë vëmendje, dhe Lëvizjes Bashk nuk i shkon të bëj protesta sa për të protestuar edhe për të bërë këtë zhurmën e Adriatik Lapaj. Të them se jam dakord. Po jeni barazuar me Adriatik Lapën me këtë që bët. Larg qoftë. Jo, jam dakord me këtë. Qoftë më thuaj, po në sensin e kontentit, të mbajtores. E para, sepse jam dakord që duhet jetë drejta e kujdo që të shpreh qasjen e vet, dhe jo të merret ashtu përzheljesh nga policia, sepse ishte protest tubim, as protest nuk qetë tubim të jetë paqësor që po jepte një mesazh, dhe dyta jam dakord që mund të keq kuptohet nga diaspora, mund ketë qenë dhe për çështje sigurie. Sepse po nuk po vendoj molotova aty, thjesht hapëm një banderol. Mund ketë qenë dhe për çështje sigurie, sepse pjesëmarrja e diasporës Samiti ka patur shumë në një farë mënyre mbrojtje dhe peshë sigurie në të. Dhe thjesht shpërhapëm një banderol për të dhënë një mesazh asgjë më tepër. Jam dakord edhe me faktin që mund të keq interpretohet, sepse në momentin që u hap banderola ku fliste pikërisht për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE dhe për fajin që ka qeveria shqiptare, u linçuam si dush nga policia e shtetit. Ky është problemi. Fakti që kemi mundësi të shprehemi, jo që ishte pa kontent protesta. I vendoset teksti çështjes integrimit. Dhe faktit që diaspora ka një rol shumë të rëndësishëm tek perceptimi që shtetet kanë për Shqipërinë, ne po flasim këtu për Shqipërinë. Diasporës i është kërkuar që të mocionohet figura dhe roli i Shqipërisë. Ka një hipokrizi të madhe kur ja kërkon Edi Rama. Jo, po Rama nuk e kërkon që të bëhet propagandë për çështjet e zyrtarëve me drejtësinë. Ai nuk kërkoi këtë gjë, se këto qytetarët gjerman, francez, holandez e kanë median e lirë për ta parë se çfarë po ndodh në Shqipëri, dhe kjo është vetë pjesë e procesit, kjo është pjesë e procesit integrimit. Ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në vendet e tjera që janë integruar. Nuk është hipokrizi për faktin që ti kërkon që vendi jot mos të përbaltet në arenën ndërkombëtare. Me pa të drejtë. Dhe diaspora ka rol shumë të rëndësishëm për të thënë që sot Shqipëria ka 10 fishin e turistëve që ka patur 10 vite më parë. Kjo është një fakt. Ku ka qenë me diasporën? Ku ishte diaspora këtu është ambasador. Ambasador i kujt? Do të thonë që shkoni në Shqipëri se sa bukur është, ndërkohë që ne kemi ikur nga Shqipëria. Unë mendoj në aq sa e njoh diasporën në Amerikë, duke përjashtuar shqiptarët e Malit Zi që janë të grumbulluar në Michigan, që janë mjaft aktiv dhe bëjnë shumë, jo vetëm për gjuhën shqipe, për kulturën shqipe, por dhe për fshatrat e tyre të Malit të Zi. Në përgjithësi, diaspora shqiptare është e pandjeshme. Komuniteti shqiptar nuk ka ndonjë rol, nuk ka ndonjë fuqi, as politike, as ekonomike për të influencuar, sepse ka njerëz të pasur dhe njerëz të edukuar, po për të influencuar politikat. Dhe nuk shoh në një interes të madh nga komuniteti shqiptar për vendin. Tani, kritika e parë vjen për komunitetin, sepse para 100 vjetëve, komuniteti shqiptar shumë i vogël i Amerikës ishte jashtëzakonisht shumë i fuqishëm në arenën ndërkombëtare për fatet e Shqipërisë, për kufit, për gjuhën, për njohjen etj. Pra, ka lozur Vatra, sidomos ka lozur një rol të jashtëzakonshëm. 100 vjet më pas, ne kemi, ose do të kemi tashmë, një nga përfaqësuesit MNZ të diasporës tonë do të jetë ish kryetari i New Yorkut. Okej, se kisha dhe pyetje në emision pse Rama i dha pasaportën. Këtë qëllim ka? E ka kërkuar vetaj. Shiko,
Tani pak me humor, pak me seriozitet, nuk do t'i futen fare çështjes pse si qysh tek, por më ngeli syri te një foto që kishte dalë zotria me një qeleshe. Dhe unë njëri që merrem me trashëgimi kulturore, kam gjithë ditën sot duke pyetur ekspert në Shqipëri se cilës trevi përket ajo qeleshe. Dhe deri më tani, nga Akademia e Shkencave dhe nga Instituti Etnografik nuk din nga vje kjo qeleshe. Auron, se me drejt në Europë ne mund të themi s'kemi patur diasporë për shkak të, le të themi, mbylljes së kufive, po diaspora shqiptare në Amerikë daton 100 vite më parë, pra e ka përvojën. Pse sot është dobësuar? Pse sot nuk është me syt tek politika amerikane që të ndikojnë në rajon? E para është vetë faji i diasporës. Mos harrojmë që njerëzit e dikurshëm, pra të edukuar në lindje me tjerë kanë vdekur, s'ka më brezi vjet ikur. Brezi i ri që ka ardhur kërkon të gjej një punë të mirë, kërkon të edukojë fëmijët, pra ka të tjera problematika dhe kërkon të dërgojë paratë për gjyshit apo baballarët, mamat e tjerë. Pra nuk e ka shumë, si thuaç, përfshirje në politikë për çështjet shqiptare. Në 16 prill dhe 99-s, kujtojmë se me vëmendje eksodin e shqiptarëve të Kosovës, gati 27 vite më parë, një numër i konsiderueshëm të buar nga vatra e tyre për shkak të forcave paramilitare serbe. Do të kemi mundësi të kemë një komunikim të drejtë për drejtë nga Prishtina, kreun e OVL-UÇK, zotin Hysni Gucati, cilin e përshëndes në këtë çast. Zoti Gucati, përshëndetje. Përshëndetje edhe ju, fandej shumë. Respekt për gjitha mediat shqiptare dhe për qytetarët e Shqipërisë. Kënaqësi të kem në program edhe sot, në fakt, në këtë përkujtim të veçantë, doja që të kishim një zë të rëndësishëm dhe ishte me të drejtë ndoshta vendimi dhe mendimi për t'ju kontaktuar juve. Çfarë do thot 16 prilli për ju? Jemi mirë? Po, jemi së bashku tani, nuk e di nëse më dëgjoni? Po ndëgjoj. Po. Atëherë po, ju bëra një pyetje edhe kështu me sinqeritet, ndoshta për të kujtuar dhe kthyer pas edhe një retro se sa rëndësishme apo çfarë mund të kujtosh pikërisht për këtë 16 prill pas këtij largimi masiv të ndodhur në 98-99. Është vërtet që datë e sotit apo ky muaj prill para 27 vite më kujtohet si sot kur ka filluar eksodi i shqiptarëve të Kosovës, që Serbia mor një ofenziv për pastrimin e Kosovës, duke i larguar qytetarët shqiptar nga Kosova në drejtim të Morinës, apo në drejtim të shtetit shqiptar nga vëllezërit tanë. Unë edhe vetë kisha familjen time në Koks, në atë kohë, nga Mitrovica, ku ishte eksodi i Mitrovicës, dhe familja ime dhe familja Xherë dhe Ngushtë ishin të gjithë në Koks të Shqipërisë. Për ne kjo datë, apo ky muaj, është muaj i veçantë për ne shqiptarët e Kosovës, se gjithmonë kemi në kujtesën tonë, ku Serbia bëri një plan patkoj që thirrët për shpenguljen shqiptare, për të pastruar Kosovën nga shqiptarët dhe ku filloi një djegje masive e shtëpive apo çdo gjë që kishte mbi tokë. Kështu që unë gjithmonë edhe qytetarët e Kosovës janë falënderues për ish qeverinë asoj kohe të vitit 1999 dhe për gjithë qytetarët shqiptarë apo për vëllezërit tonë që thotë hapen dyrë dhe hapen zemrat e tyre dhe morën në shtëpiat e tyre që i strehuan shqiptarët e Kosovës në shtëpiat e tyre. E di që në fakt teksa e kujtoni, përveç mesazheve dhe falënderimeve ka dhe nota emocioni dhe trishtimi, sepse ka qenë në fakt një largim masiv, por jo vetëm në po themi territorin shqiptar, gjithashtu edhe rreth e përqark kësaj. Çfarë do të, nuk e di, jam i sigurt që në gjithë këto kohë, në gjithë vitet të një pasnjëshme keni mundur të zhvilloni ndoshta takime edhe në Shqipëri apo të bëni falënderime të shumta, por besoj asnjëherë nuk do të jetë mjaftueshëm për të thënë faleminderit atyre që bën atë pritje dhe hapën shtëpitë e tyre në atë moment aq të rëndësishëm, edhe pse në fund të ditës bën një detyrë për vëllezërit dhe motrat e tyre. Unë besoj se nuk mjafton vetëm një fjalë që ne unë them faleminderit, por ne kemi obligim tash për qytetarët e Shqipërisë dhe vetë për shtetin shqiptar, ne si qytetarët e Kosovës
është e vërtetë se edhe në shtetin e Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë atje në Blac, Tetov, Kumanov, Shkup, edhe ata hapen dyert për ne kosovarët që ne t'ishim ato, kishim një vend sigur, për do të strohoshim familjet tona. Kështu që unë po them edhe njerë, në emrin tim dhe në emrin të organizatës Veteranët e Turqis, ne do të jemi një spedjet e mot për atë punë që bënë shqiptarët e Shqipërisë, apo qeveria shqiptare, edhe qytetarët e Shqipërisë, sidomos Kuksi, Tropoja, Bajamçuri, po gjitha ato qytetet e Shqipërisë që dhanë një kontribut as të madh për neve që na shëruan familjet tona, dhe sot familjet tona janë shëndosh i mirë, u kthyn në Kosovë gjithmonë duke falendëruar shtetin shqiptar. Në zbatim të këtij ligji, detyra parsorë është e projektuesit. Ta nisim nga themeli i ligjes. Ai që bën projektin. Patjetër. Projektuesi ka detyrimin ligjor në bazë të këtij ligji, po edhe në bazë të etikës profesionale. Sidomos është shprehur konkretisht në rastin e fasadave të ventiluara dhe sistemit kapot, siç bëjmë një projekt për strukturën, për gjithë strukturën mbajtje të banesës, sistemi kapot dhe sistemi tjetër i fasadave të ventiluara kërkojnë një projekt më vete, me llogari më vete, specifikisht për gjithçka, ku përcaktohen lloji i materialit, sistemi i përzgjedhur dhe shoqëruar dhe me kushtet detyruese që do të plotësojnë këto produkte. Në terren, kolegu Sokol Dema shkoi mor. Ja, kjo është, që ta shpjegojmë. Kjo është e vendosur, ja mund ta shohësh, shikoje? Të lutem, ky është materiali i djegshëm. Pra, tek tulla është, ma shpjegoj dhe kolegu Sokol Dema, tek tulla është vendosur një si pije leshi, si e quani ju në atë gjuhën. Materiali izolues termik. Termik, në gjuhën e inxhinierisë. Dhe ka një hapësirë dhe pastaj është vendosur kjo. Kjo tani ka marrë flak aty. Çfarë është ajo? Ta shpjegoj. Ky është produkt që ne quajmë alukabond. Dhe ndahet në dy kategori. Ato që janë 100% metalike, me alumin, që janë të pranueshme për t'i futur në fasadë, dhe ato të cilat janë me përbërje plastike. Kjo është plastike. Kjo është absolutisht ndaluar. Po si e ka vendosur? Të bësh një ndërtim me miliona euro dhe të vendosësh ata atje? Kjo është më shumë se sa duhet zjarrin. Tani unë nuk e di nëse e ka futur këtë projektuesi apo jo. Kjo mund të jetë bërë mbrapa. Duhet verifikuar ajo punë. Po mirë, tani kur bëhet kolaudimi, o Beqat lutem, kur bëhet kolaudimi, ai që bën kolaudimin çfarë bën, vetëm shikon sa i bukur është? Jo, ai që bën kolaudimin, tani se më mbikëqyrësi nga supervizori. Ai që është atje për ditën kantier. Mbikëqyrësi duhet të shkojë çdo gjë që ndodh në kantier. Dhe përpara se ta instalohet produkti tek kjo fasadë, kjo është ndaluar thoni ju. Kjo është tani kaluar, po unë them si duhet të jetë. Përpara se të instalohet, duhet të kërkoj nga ai që do bëj punën të gjithë dokumentacionin teknik, certifikatat, skeda teknike. Kjo për shkakun që thesh plastike, përmban dhe kështu kjo të naftës si? Po patjetër, kjo nuk lejohet. Nuk lejohet. Pra, tani hap, e them se është bërë projekt i mirë. E marrim rastin e mirë. Po, pse u ndryshua dhe pse u ndryshua. Pra mbikëqyrësi, supervizori duhet ta refuzojë. Ai e verifikon është hapi i parë që ndalon gabimet. Ajo çfarë lëviz në tregun e sotshëm të apartamenteve dhe të kullave varion mbi të gjitha nga fasada. Fasada është ajo që bashkon marketingun, bashkon dëshirën për kursim, për edhe çështjet e estetikës. Pothuajse të gjithë pallatet që sot janë me një vlerë mbi 1500 euro në Tiranë, artikullimin më të madh ekonomik e kanë si pasojë e fasadës. Tashti nga kjo tjetër kuptojmë që të gjithë këto ndërtime kanë shfrytzuar maksimalisht intensitetin e ndërtimit. Intensitetin e ndërtimit duke kaluar gati 10 herë më shumë se sa sipërfaqja e tokës dhe ndonjëherë duke kaluar edhe planet rregulluese. Kacani, si funksionon për shembull, ju jeni në profesion arkitekt, pedagog por arkitekt, për shembull se planifikues urban. Po, planifikues urban. Nuk është se ne tani i shpikim të gatshme i shohim diku jashtë, po ne abuzojmë te kjo për shembull se s'po thotë njëri mos bëj fasadë. Po apozojmë në vend të vëmë atë që duhet vëmë plastikën. Po, aty luhen gjitha faktikisht, sepse deri diku nëse armatura, betoni është një pjesë e qartë fiskale menaxhuar nga një seri investitorësh, kur vjen puna tek fasada, aty futen çmimet e marketimit. Dhe sa më shumë përpunohet në mënyrë spekulative, aq më shumë edhe fshihen dokumenta. Do të kujtojmë që rasti i tërmetit apo edhe raste të tjera treguan që bashkitë sot janë të paafta të menaxhojnë dokumentat e dosjet e ndërtimit. Nëse ju sot do të shkoni në Bashkinë Tiranë dhe do të kërkoni pikërisht atë dosje të atij pallati,
me shumë mundësi do të gjeni vetëm 2 fletë. Sa përqind kanë si kjo? Është minë me sa hap kjo? Nuk dua të hap panik. Jo, s'është pun panik. Kjo është një çështje duhet vënë dora në plag. Jo, hajde bli apartamente 3.000 euro shkojnë e digjen atje. Nuk dua të marr përgjegjësi se jam në media, po diku te 70% që mund të jenë të këtij niveli. Pra, jo vetëm ky produkt. Po, sepse nuk është vetëm ky. Ka dhe produkte tjera që nuk janë si kjo, po, që janë polistirol me grafiato, po nuk janë certifikuara. Fakti që ne kishim bëshë me një zjarë cili filloi në shkëndija të mëdha dhe kërkonte ndërhyrjen e organeve kompetente, do të thotë që nuk ka qenë një zjarë i menaxhueshëm, por ka qenë një zjarë i cili ka marrë përsipër të gjithë ndërtesën. Ktu futen të gjithë përgjegjësitë publike, mbi të gjitha publike, që kanë bëjnë me institucionet publike dhe lënë lejeve ndërtimit, ne jemi duke maksimizuar shitjet. Jemi duke përdorur parcelat me intensitet 10, çfarë do të thotë që 10 herë sipërfaqja e tokës është duke u ndërtuar në vertikalitet. Kjo gjë është e papranueshme për urbanistikën standarde dhe për kodet urbane. Zakonisht intensiteti varion nga 3, 4, 5 maksimumi, por jo 10. Kjo gjë ka titërsuar ventilimin, arrosin e qytetit, duke kthyer vetë lagjet në oxhak zjarri. Ndonjëherë gjitha këto ajrime të forta krijojnë akoma dhe më shumë zjarr. Duhen studime të natyrës, të landscape-it, peizazhit. Pra, duhet këto materiale, sepse nuk janë gjitha materialet që janë shpërndarëse të zbatrës zjarrit, po të shikonim edhe natën e mbrëmshme poshtë kësaj fasade që quhet talpon, që e pjesa që e transmeton zjarrin, poshtë kësaj fasade kishim lesh guri. Leshi gurit me çdo lloj temperature nuk digjet, edhe po të shikonit ato pjesë që rrëzdojshin nga terraca, ishin pikërisht këto pjesë dhe të padëmtuara fare nga zjarri. Pra, ashtu siç ka vënë leshin e gurit ndërtuesi, duhet vite edhe fasadën finalizuese, duhet ta vite që mos ish përçurs prapse e vatrës së zjarrit. Pra, ne duhet të shikojmë standardet e ndërtimit që janë edhe institucione tjera, jo vetëm shërbimi zjarfikës, sepse ne na ngelet t'i zbatojmë, por janë institucione tjera që përcaktojnë standardet e ndërtimit dhe kërkesa jonë, që nga viti 2023 është që ato materiale që vrapin vatrën e zjarrit duhet të eliminohen nga ndërtimi, sepse mbrojtja e këtyre objekteve, për sa i përket zjarrit, është në 2 grupe, është mbrojtja aktive dhe mbrojtja pasive. Mbrojtja aktive fillon me depozitat e ujit, me pompat, me hidrantet dhe me daljen në terracë, gjë e cila është pothuajse në të gjitha objektet në territorin e Bashkisë Tiranës dhe në gjerë. Ndërsa mbrojtja pasive pastaj janë element që nuk përcaktojnë vetëm nga shërbimi zjarfikës, por nga ngjarjet që ne na ndodhin, nga praktikat që ne kalojmë jetën e përditshme, nga lindetyra jonë që ne të kërkojmë që këto materiale mos të përdoren në objektet e ndërtimit, sidomos në objektet shumëkatëshe, sepse ne kemi parë edhe në vende të tjera që ngjarjet ka qenë me pasoja fatale, biles me, do të thënë, me pasoja katastrofike, siç ka ndodhur në qytetin e Londrës, kryeqytetin e Anglisë, nga Bloza. Po, mbi 40 apartamente janë të dëmtuara, besoj. Jo, janë të dëmtuara, por të djegura plotësisht 30 apartamente janë të dëmtuara, të djegura plotësisht mendoj që 30% të objekteve janë. Nene 18 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Askush nuk të diskriminohet padrejtisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare, a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendur në paragrafin 2 nëse nuk ekziston një përligje e arsyeshme dhe objektive. Licencimi i rreth 700 stomatologëve në Shqipëri vitin e fundit, prill 2025, prill 2026, është bërë me një vulë të palishme. Një hetim i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore ka arritur në konkluzionin se vula që aktualisht përdoret nga presidenti i urdhrit të stomatologut, Almiro Gurakuqi, është nxjerrë nga strukturat e policisë së shtetit në kundërshtim me procedurat ligjore. Por çfarë ka ndodhur? Situata duket shumë e qartë. Historia nis në vitin 2023. Në nëntor të atij viti,
Kreu i atëhershëm i urdhrit të stomatologëve Nikol Deda u pezullua nga detyra me vendim gjykate, pasi u akuzua se kishte kryer abuzime të shumta financiare dhe punësime të palishme. Ai ishte zgjedhur presidenti i parë i urdhrit të stomatologut në vitin 2015 dhe ishte rizgjedhur në vitin 2020 për mandatin e dytë dhe të fundit 5 vjeçar. Në nëntor 2024, çështja në ngarkim të Dedës çohet për gjykim dhe ai vazhdonte i pezulluar, ndërkohë që ishte marrë edhe masa e sigurisë arrest me burg. Më 9 prill 2025, Almiro Gurakuqi, në atë kohë president rajonal në Tiranë i urdhrit të stomatologut, i kërkon policisë së shtetit pajisje me një vulë të re për zyrën kombëtare të USSH. Ai argumentonte se Nikol Deda vijonte të ishte i pezulluar nga detyra me vendim gjykate dhe se ndaj tij ishte caktuar masa e sigurimit. Zëvendës presidentja e urdhrit kishte dhënë ndërheqjen, pasi ajo vazhdonte në ndjekje penale. Sekretari i përgjithshëm ishte shkarkuar nga detyra, zyra e USSH ishte e bllokuar dhe vula origjinale nuk gjendet. Për këtë arsye kërkonte zëvendësimin e vulës. Përmes një procedure ende të paqartë nga policia, pasi Gurakuqi nuk e kishte tagrin të kërkonte vulë për institucionin, del një tjetër vulë për të njëjtin end më datë 18 prill. Por 3 ditë më herët, më 15 prill 2025, Almiro Gurakuqi thërret zgjedhjet dhe merr pozicionin e presidentit të urdhrit të stomatologut të Shqipërisë. 9 muaj më vonë bëhet një tjetër proces zgjedhor në USSH dhe në dhjetor 2025 njoftohet se Arben Muçaj është zgjedhur president. Muçaj së bashku me ish presidentin Nikol Deda nuk e njohin si president Almiro Gurakuqin dhe e konsiderojnë si uzurpues të postit dhe të zyrave. Më 29 janar 2026, Deda i nis një shkresë Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, shkresë të cilën e vulos me vulën e vjetër, ku i kërkon verifikimin e procedurave të nxjerrjes së vulës së re. AMP pasi bëri verifikimet, doli në përfundim se procedurat nuk ishin respektuar dhe më datë 2 prill njofton drejtorinë e përgjithshme të policisë të marrë masa ndaj shkelësve, të ndalë palishmërinë dhe të rregullojë procedurat që ngjarje të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. AMP i thot Dedajt, i cili tashmë ka marrë një shkresë si përfaqësues legjitim i Muçajt, se nuk është ai autoriteti që mund të nxjerrë jashtë funksionit vulën e dalë nga kjo procedurë, por e këshillon t'i drejtohet vetë policisë së shtetit, ashtu siç edhe orienton që të bëjë kallëzim në prokurori për përvetësimin e titullit apo detyrës shtetërore. I kontaktuar nga Report Televizion, Nikol Deda konfirmoi se padia është bërë që më 3 prill, ndërsa janë në kontakt me strukturat e policisë për vendimmarrjen. Do të jenë autoritetet që do të vendosin përfundimisht se cila vulë është në fuqi. Zoti avokat, ndalim tek ngjarja e djegjes së kompleksit Ardis. Çfarë ka evidentuar në terren avokati i popullit konkretisht? Shiko, keni parasysh që këto janë procese që zgjasin. Kjo ngjarje ka vetëm 3 ditë. Aty edhe si jurist unë konstatoj që ka vepra penale. Edhe këtu ne nuk ndërhyjmë dot sepse me ligj në mënyrë specifike na shton që ne nuk mund ndërhyjmë për procese të cilat janë në shqyrtim gjyqësor apo. Po konkretisht ku për shembull? Atëherë, është përgjegjësia administrative. Pra përgjegjësia e bashkisë, përgjegjësia e strukturave të tjera në nivel vendor, të cilat duhet të kishin marrë masa për të garantuar sigurinë e jetës së atyre qytetarëve. Duhet të kishin marrë masa kur momentin që jepet leja për të garantuar aksesueshmërinë e ndihmës së shpejtë në këtë rast të fiksit, ambulancave. Në një konstatim paraprak kemi konstatuar që ka disa shkelje dhe disa mungesa aty nga kemi parë institucione vendore të papërgatitura për ta përballuar këtë ngjarje. Në cilat aspekte do funksionojë kjo task forca në kryeqytet? Në mënyrë urgjente duam të shohim a ka shfrytëzim shkelje të kuadrit ligjor apo ka vakum të kuadrit ligjor, sepse mund të jemi përpara raste që materialet që përdoren aty për izolimin e godinës mund të jenë materiale që nuk lejohen me legjislacionin evropian, nuk lejohen që të përdoren në Evropë. Por në Shqipëri lejohen. Do duhet ta vlerësojmë. Në qoftë se është ky rasti, atëherë këtu ndryshimi do të jetë ligjor dhe presioni jon do të jetë në parlament që të mbyllet kuadri ligjor, të përafrohemi me Bashkimin Evropian dhe të kemi të njëjtën standard ndërtimi si në Shqipëri ashtu dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Burgu është përjashtim. Pse? Sepse nuk kemi njerëz të dënuar. Për njerëz të dënuar është vendimi i gjykatës. Ta janë të padënuar. Dhe çfarë ndodh? Ne shpenzojmë rreth 10.000 euro në vit për një të burgosur dhe ndërkohë shpenzojmë 3.000 euro në vit për një student. Tani harxojmë më shumë për të mbajtur njerëzit në burg se harxojmë për të mbajtur njerëzit në shkollë. Kështu që burgu duhet të jetë ekstrem, masë ekstreme, kështu trajtohet nga legjislacioni shqiptar, por
sjellja e gjithë sistemit të drejtësisë shpesh është represive. Zoti Shabani, avokati i popullit, përpara se ju të merrni këtë detyrë, ka patur 2 raporte për rastin e ish presidentit të Republikës Ilir Meta dhe kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, lidhur me trajtimin e tyre në paraburgim dhe respektimin e të drejtave të tyre. Për rastin e zotit Meta dhe për procedurën e arrestimit, ka pasur disa rekomandime. A janë zbatuar ato në dijenin tuaj dhe a i ndiqni ju zbatimin e rekomandimeve të lëna për institucionet? Tani, një nga problematikat e institucionit tonë është që ne nuk kemi një strukturë që ndjek në mënyrë veçantë zbatimin e rekomandimeve, është një nga gjëra që duhet të përmirësojmë. Megjithatë duhet ta theksoj atë që thash pak më herët. Për mua nuk ka të burgosur VIP. Për mua të gjithë qytetarët shqiptarë janë të barabartë. Jo, edhe zoti Meta dhe zoti Veliaj i barabartë si çdo qytetar tjetër. Po ky është problemi, se ata janë të burgosur VIP. Pra ju i trajtoni si VIP, ata trajtohen në burg si VIP, i gjithë vëmendja shkon për këta si VIP-a. Ndërkohë që ata janë shtetas njësoj si të gjithë shtetasit e tjerë, të cilët kur shkelin ligjin, apo kur përballen me sistemin e drejtësisë, japin llogaritë dhe ndjekin procedurat ligjore. Po nuk kanë kushtet për shembull. Po pra, tani marrim rastin e JVP-s Durrës, po, pra burgut Durrës. Ka 2 kate. Kati i parë është përmbytet. Janë kushte të jashtëzakonisht të këqija. Përmbytet, janë kushtet vështira, nuk ka investim. Kati i dytë është i riparuar, i akomoduar, kushte shumë merr më të mira se sa shumë burgje të tjera. Ku mendoni ju se qëndrojnë këta? Në kat parë apo në kat dytë? Jo, ata në kat dytë. Gjithë shqetësimi është kat dytë, më kupton? Për mua shqetësimi është kat parë. Po them, ai shkelin atyre të drejtat. Një sekond. Për mua janë shqetësuar për këtë katit parë. Pse? Sepse një pjesë atyre aty janë të moshuar, një pjesë atyre aty janë njerëz të cilët vuajnë nga probleme shtetit mendor, ju përmbytet qelia. Nuk i nxjerrin nga aty sepse ka element sigurie që nuk mund të nxjerrësh të gjithë burgosurit për një herë, pra krijohen kushte të tilla vazhdueshme, ama gjithë vëmendja është për këta të katit dytë, të cilët janë në kushte shumë më të mira se ata të katit parë. Kështu që unë refuzoj që të shqetësohem për në mënyrë të veçantë apo të zmadhuar për një apo 2 persona vetëm sepse këta janë famshëm. Zoti Meta bëri një denoncim ditën e 2 ditë më parë dhe tha që unë prej kohësh nuk kam drita në tualet. Pra, nuk ka mundësi të bëj më shumë aerosje. A është e drejtë kjo? Po tjetër pra, por po të them që ka hierarki shqetësimesh. Për mua shqetësimesh këta poshtë, katit parë, që nuk kanë as tualet. Jo, po kështu po i ndanë ti pastaj. A bjem dakord që qytetarët janë të barabartë pavarësisht se ne i quajmë VIP. Unë po them që unë shqetësohem për të dyja palët. Ajo që më vjen keq është që vëmendja është vetëm për këta të katit dytë. Pra vetëm vëmendja mediatike dhe publike shpesh shkon në 2 anët, për hir të vërtetës. Pra, edhe nga ana atyre që i duan në burg, edhe nga ana atyre që i duan që ata të jetojnë mirë, vëmendja është tek këta të katit dytë. Për mua si institucion është kryesisht të kati i parë, të gjithë barabartë, por pse prioritet janë këta të katit parë? Për arsyen sepse këta të katit dytë kanë studia avokatie të jashtëzakonshme, shqiptar, të huaj, ndërkombëtar, kanë njerëz që u mbrojnë interesat. Pra, nuk mendoj që nëse ne nuk do ekzistonim si institucion, nuk do merre njëri me ta. Pra ata e kanë mbrojtjen e tyre. Po flas për këtë. Këta të katit parë, po ta mbaroj të lutem. Këta të katit parë, këta nuk kanë vëmendje. Këta nëse ne nuk i ndihmojmë, shpesh shumë për e tyre nuk kanë as parat paguajnë postën. Kemi pranuar ankesa edhe nga zoti Veliaj, edhe nga zoti Meta, edhe nga zoti Beqaj. A i keni parë ju, keni evidentuar zyra avokatit popullit kohët e fundit? A kanë të drejtë ata në kërkesat e tyre që thonë? Edhe njerë, kemi hetuar, kemi nxjerrë rekomandime, i kemi trajtuar njësoj si gjithë shtetasit e tjerë. Por unë them që për mua, si drejtues i këtij institucioni, ka prioritete. Okej, po, për shembull, zoti Meta, zoti Veliaj, zoti Meta ka qenë president i Republikës Shqipërisë, i cili qëndron atje në një dhomë që një herë në ditë bën aerosje, apo zoti Veliaj është kryebashkiak në detyrë i bashkisë më të madhe në vend. Prandaj po them. Dhe nëse zoti Meta denoncon publikisht thotë nuk më lejohen takimet, nuk më lejohet kjo, nuk kam këto kushte, atë ku duhet ta kërkoj të drejtën? Pra, një njeri që ka një zë publik dhe ka qenë drejtues i këtij shteti, flas. Jo se të tjerët janë të parëndësishëm, janë absolutisht të rëndësishëm. Besoj e zavorova këtë përgjigje. Nuk e më koment për këtë.
Neni 16 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të drejtat e lirit themelore si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetut për shtetat shqiptar vlen një lloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara. Të drejtat e lirit themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetut, vlen edhe për personat juridik, për aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve. Analiza ime është shumë e ftohtë dhe shumë objektive për emërimin e ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. E para ka qenë absolutisht e qëllimshme motivet pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë lënë për më shumë se 2 vjet Shqipërinë, Serbinë, Kosovën, madje edhe Gjermaninë pa ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, në vendet ku Amerika e ka vonuar ambasadorët amerikan, ka pasur një qëllim underground, diplomatik, geopolitik të arsyes që e kanë lënë second hand, dorë dytë. Jo vetëm Shqipërinë, po Kosovën, Serbinë, Gjermaninë, shumë shtete. Okej. E dyta, për qenë i drejt për drejt për në përgjigjen për pyetjen tuaj për ambasadorin, ambasadorët përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 2 profile që zgjidhen. O janë ambasador karriere, o janë miq të president. Okej. Që do të thotë, unë e konsideroj që emrimi është në kategorinë e dytë. Thjesht është një qok e një miku për ta emëruar gjatë periudhës të pensionit në një shtet të cilën këta nuk e kanë në agjendë dhe prioritare Shqipëri. Që do të thotë nuk do të jetë Që do të thotë nuk do të jetë ai ambasadori fuqiplot në Shqipëri? Jo, do jetë shumë fuqiplote. Por fakti që nuk emëron një ambasador karriere tregon që Shqipëria është e parëndësishme dhe mund ta mbulojë edhe një pensionist. Për ata të cilët janë kundër këtij opinionit tim, do të thoja, në qoftë se është e kundërta e kësaj që them unë, dhe unë qofsham i gabuar, atëherë analiza juaj që jeni kundër që Shqipëria është e dorës dytë për Amerikën dhe ka emëruar një pensionist për një qok në një vend pa rëndësi për Amerikën, atëherë është kjo e dyta që ka emëruar një ushtarak se në prognozën dhe projektin amerikan mund të ketë probleme ushtarake në rajon. Nuk besoj se është çështje pensioni, Niku, sepse nuk është se Trumpi ka bërë emërime kaq profesionale. Ai ka çurën e xhajës të njërit, çurën e tezës tjetrit, babain e Xharedit, Krushkull dhe jetë e qoka pra, jetë e qoka. Jo, të lutem. Po çon të argumenti im. Po prit ta mbaroj, jo, prit pak, sepse ta mora këtë gjë, pra nuk është ajo, po themi, logjika që duhet parë se me që nuk është diplomat karriere në këtë kuptim, por rëzoja këtë argument. Por ajo që shoh unë është që zotnia është general shumë i lartë. Me të vërtet me profil shumë të lartë ushtarak. I beretave, po. Dhe është ndoshta profili më i lartë diplomatik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjell në Shqipëri në 36 vite. Më i larti? Sipas meje, po. Edhe se sa ata në fillim Rajersoni. Edhe më lartë se Rajersoni, edhe më lartë se Chris Hilli. Edhe më lartë se Chris Hilli që ka qenë... Po, që kanë qenë legjenda të Departamentit Shtetit. Okej. Që do të thotë... Ka qenë një ambasador i përkohshëm Frowick, në vitet 97. Po. Ai ishte profili lartë, jo diplomatik o politik, po ishte profili lartë për shumë arsye tjera dhe sipas meje, ky zotni që po vjen diplomat të Shtetit Bashkuar të Amerikës tregon 3 gjëra. Po. Mësë pari, presidenti Trump ka vendosur që të ndërhyjë me emërimet e tij në Departamentin e Shtetit dhe kudo për me mbush të gjitha boshllëqet që kanë mbetur tani dhe vakumet për atë që quhet shpërndarja e filozofisë trumpiste kudo në botë. Okej. Sepse të gjitha ambasadat tashmë nuk është se përfaqësojnë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po u kërkohet që të përfaqësojnë presidentin Trump.
Gjë e dytë, bordi I paqes, po rezulton jo dhe aq I paqes, pra duhet një general në bordin e paqes për vendet që mbështetën bordin e paqes. Dhe e treta, unë besoj që ky general është ambasadori I presidentit Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës për me dëshmu se nuk ka lobim me palët e brendshme dhe nuk ka marrëveshje me palët e brendshme. Një general amerikan nuk del kur në pension. Nuk del kur në pension, okej. Dhe kjo është e bukur si batut, po. Jo vetëm kaq, po unë kam një qaste tjetër nga ajo e Kreshnikut. Që? Sepse paktën duke studiuar pak edhe mënyrën se si ka emëruar, po themi Trump, edhe në mandatin e parë, edhe tani, disa personazhe të rëndësishëm afër rrethit të tij nuk tregon pikërisht ato që nuk I intereson fare, po themi për këto vende, po themi për Shqipërinë. Sepse nëse do ishte kështu, kryshkun e tij, Kushner, e ka dërguar në Paris. Pra nuk besoj. Pra, duke dalë jashtë pjesës së Departamentit Amerikan të Shtetit, pra jo me profil, po themi, karriere si diplomat, por po e quaj politikun, pavarësisht se kemi të bëjmë me bereta jeshile, në rast të konkret, kemi të bëjmë me një personazh I cili është afër rrethit të presidentit Amerikan Trump. Atëherë unë shikoj patjetër që do të ketë një rol shumë aktiv. Vendosja e këtij ambasadori në optikën time bën një kalim që nuk duhet evituar, nëse deri më parë ambasadorët kanë qenë të ardhur nga Departamenti I Shtetit, sot kemi një ambasador I cili ka ngjyri më pak më politike. Dhe roli I tij si general, jam shumë dakord me zotin Cata, nuk del asnjëherë në pension një general, jam shumë dakord, mendoj që do të ketë një rol aktiv, një rol të dorës fort, ashtu si pyetja është vetë profesioni. A do dridhet politika shqiptare nga generali apo jo? Të qenurit general jep dy pista. E para, elementi orientimi tek politika e brendshme që mund të lidhet me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë, por edhe me këtë dorën e fortë që duam ne për t'ja kaluar atë besimin drejtësisë për të bërë punën e vetë për ta çuar deri në fund, për çështjet që ka Spaku, që KO-ja e tjerë, për konsolidimin e drejtësisë së re dhe politikat e brendshme në një farë mënyre, dhe nëse do të orientohet tek politika e jashtme, ajo që themi Ballkani si fuqia e barutit edhe fakti që sot Ballkani ka një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin ndoshta edhe në të gjithë Europën. Nëse do të ketë këtë rol, pra nëse ka ardhur pikërisht për këtë rol, atëherë ka një pikpyetje shumë të madhe për çështjen e luftës dhe çfarë mund të prodhojë për çështjen e stabilitetit të Ballkanit. Urojmë që të jetë kjo e para. Mua më duket pak si Dan Evertsin, nëse mbani mend. Po, patjetër, është ambasadori I OBS, Dan Everts. Dan Evertsi në kohën e vet u bë guvernatori I Shqipërisë, ku të gjithë hallet e problemet e popullit shqiptar shkonin te Dan Everts. Dhe mbaj mend një herë që më ka bërë një vizitë në Putrinë Dan Evertsi dhe më tregoi se si kishte marrë një letër nga populli I Gjirokastrës që I kërkonte Dan Evertsit që të lëvizte festivalin folklorik të cilit Berisha kishte çuar Berat. Dhe ja kërkonte populli I Gjirokastrës Dan Evertit. Po. Që në një farë mënyrë edhe ky generali kështu do jetë si Dan Evertsi. Domthonë gjithë hallet e popullit shqiptar do ja kërkojnë këtij zotërisë. Rogozi apo qilimi I kashtës Myzeqes I përdorur prej shekujsh në familjet e zonës dhe jo vetëm është kthyer sërish në përdorim. Rikthimi I tij tashmë vjen kryesisht si element dekorativ, por pavarësisht kërkesave, prodhuesit nuk gjenden lehtë. I vetmi artizan që ende ushtron këtë zanat ka mbetur Myzafer Qekiqi nga fshati Pluk I Lushnjës. Prej vitesh ai gjatë verës mbledh kashtën nëpër kanale, duke përpunuar më tej në Rogoz. Fiksohen nëpërmjet këtyre birave, fiksohen litarët, fiksohen në fund këtu me pyka për të patur atë tendosjen dhe pastaj fillon punimi. Myzaferi gjendet çdo ditë në rrugën kryesore jo shumë larg fshatit të tij. Këtë punë ai tashmë e ka kthyer në burim të ardhurash për veten dhe familjen. Unë brenda një 6 muaj ori me korjen, me tharjen, me punimin, brenda 6 muajve shkoj rreth 50 Rogoz. Një ardhur e mirë për 6 muaj me 150 euro, diçka e mirë, është një rrogë e mirë, për moshën time e mirë. Qilimat e kashtës apo rogozat blihen kryesisht nga turistët, por jo më pak edhe nga njësi të ndryshme tregtare kryesisht në zonat bregdetare. Zakonisht këto gjejnë përdorim në zonën bregdetare. Saranda, Vlora, Durrësi.
kjo gjenë dhe një gamë të madhe në sidomos në eredimin e vilave, pjesëve ballore të lokaleve, tëndave të jashtme. Brenga me të cilën jeton artizani Muzafer Gjekiqi është humbja e këtij zanate, ndaj të cilit siç thot ai, askush nuk tregon interes, edhe pse ka ofruar kurse falas. Unë dëshira ime është që dikujt t'ia lë këtë, po edhe të rinjtë nuk janë të predispozuar që të afrojnë dhe të mësojnë. Kur do të kemi urban dhe transport ndërqytetas të autobusëve, sistemi total të tyre, njëjtë si në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Pra unë të shkoj në stacion urbani, të shoforon që duan për 5 minuta të më rrinë në punë dhe të bëj llogaritë e mia dhe jo të vijë autobusi mas 25 minutash. Sot që ne flasim, e gjithë flota e transportit publik është e pajisur me një sistem GPS-i. Pra, çdo operator ka të implementuar në autobusin e tij sistemin e GPS-it. Kjo nuk e ka bërë për efekt për të reklamuar, por e ka bërë për efekt logjistike të çdo operatori për të kontrolluar autobusa se në çfarë vendi ndodhet dhe distancën nga autobusi në autobus. Është shumë e thjeshtë për të implementuar në një sistem Google-i, pra që e gjithë flota e transportit publik, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, të jetë në një program të vetëm dhe çdo qytetar të futet për të kërkuar, për të shkuar në destinacionin e tij se çfarë autobusi duhet marri, kë linjë dhe për sa minuta vjen apo duhet presi, ku llogaritet edhe trafiku në atë stacion që ndodhet qytetari. Kjo është në dorën e institucioneve, pra mbetet në dorën e bashkive përkatëse. Është bërë kërkesa nga ana juaj? Ne kemi bërë kërkesën jo sot, por e kemi bërë që para... Njëjtë siç bët kërkesa për çështjen e naftës, do të bëni kërkesa të tilla, sepse domethënë ndjes, por ju drejtojmë juve se ju kam në studio. Patjetër. Personalisht, sa herë hipi në urban, më vjen të bërtas. Pse? Dhe jam i sigurt që ngre zërin e gjithë qytetarëve. Koncesionerët nuk punojnë, vonesa në mërritje në stacion, sjellja harbut. Ani nuk dua që ti përgjigjsoj të gjithë dhe i kërkoj ndjes në njërin se ndoshta dikush është dhe i drejtë në punën që bën dhe i saktë. Por kjo është fenomeni, rezultati. Nëse të themi gjithë qytetarëve, të gjithë do flasin 1.000 të zeza për këtë çështje. Prandaj them që ju keni mundësinë për sa kohë kërkoni që t'ju kompensohet diçka dhe të përmirësohet shërbimi, mund të ishte alternativa e duhur që të merrni mbrapsht edhe vlerësimin e qytetarëve, se në fund ditës janë ata që paguajnë dhe hipin. Besoj jam i qartë me pyetjen. Shumë i qartë dhe jo vetëm nga ju, por ne dëgjojmë dhe ankesat e qytetarëve në mënyrë që aty ku çedojmë dhe duhet përmirësuar ky shërbim, pse jo mos ta bëjmë. Por kjo nuk është totalisht në dorën e operatorëve. Ne kemi më shumë se 10 vjet që kërkojmë biletimin elektronik. Pra të implementohet sistemi i biletimit elektronik ku të eliminohet pjesa e stafit brenda në autobus, e faturinës, pra që mos kenë ato konfliktet, por dhe qytetarit të çekoj kartën e studentit apo kartën e pensionistit, pra të eliminohen gjithë to rrëmuja që duken sikur janë burokraci. Për pjesën e higjienizimit... Në përmbyllje se kam kaluar çdo limiti. Flota është komplet e higjenizuar çdo ditë nga operatorët, kjo është padyshim, por ngelet edhe në ndërgjegjjen e qytetarëve që udhtojnë gjatë linjës. Për pjesën e kondicionerëve, nuk ka flot, sot që flasim, mos ketë të implementuar kondicionerin. Nuk ka asnjë operator që të japi urdhër shoferit që mos t'i ndezi. Këtu është problemi se që kanë po. Mund të arrijë brenda ambientit temperaturën që kërkohet. Kjo është edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës, sepse stacionet janë shumë afër, hapja e dyerve në çdo stacion 150 metra nuk arrin dot që ju brenda ambientit të keni ajrin të cilën është graduar kondicioneri. Pra janë shumë faktorë që ndikojnë në pjesën e ajrit kondicionuar apo dhe problematikave. Tham që inshallah do të kemi gjykatës të GKK-s që të çmojnë fajsin edhe të personave të tjerë që nuk kanë qenë hetim, po që mund t'i nxjerrë kjo përballje, kjo dëshmi. Me Krishnikun analizën e tij tani për këtë çështje,
Shiko, analizën unë e kam shumë të thjeshtë, që të kuptojnë njerëzit çfarë ndodh me kërkesën për të kërkuar një dëshmitar. Një dëshmitar, në rastin konkret, kërkohet nga pala mbrojtëse për të lehtësuar rrethanat apo për të hedhur dritë mbi pafajësinë e tij. Pra, nuk është një kërkesë e prokurorisë, është një kërkesë e mbrojtjes. Pra, për ta shqipëruar për ata të cilët nuk e flasin mirë shqipen dhe na ndjekin, Sali Berisha ka kërkuar dëshmitar Edi Ramën që Edi Rama të deklaroj pro pafajësisë së tij në këtë proces penal. Në një rast tjetër, do t'ishte që fajësinë e tij do t'ja kaloj këtij tjetrit. Por, në këtë rast nuk ekziston, sepse Sali Berisha ka 15 apo 20 vjet që nuk ka bërë një denoncim penal në prokurori, një kallëzim që të denoncoj Edi Ramën që ka bërë shkelje për ndryshimin e destinacionit. Pra, kërkesa është thjesht për dëshmi për të favorizuar mbrojtjen e tij. Dhe unë mendoj që nuk kisi ndodhte ndryshe. Nuk kisi ndodhte ndryshme sepse e vetmja mbrojtje që mund t'i vi Sali Berishës është nga Edi Rama. Edi Rama e ka mbrojtur që në fillimet e tij, që kur ka ardhur në pushtet Sali Berisha. Është rasti pa precedent të bësh biznes duke qenë në opozitë dhe të ndërtosh pallate. Pra, nuk është një autogol që po bën Berisha duke thirrur Ramën. Jo, është drejt për drejt ai. Ai e thret Ramën. E thret në ndihmë në këtë rast Krishnik? E thret si ndihmë? E thret për ndihmë. Po për çfarë e thret? Po se thriti për ndihmë. Marrim rastin tjetër që do të thotë që ky ka bërë një vendim të paligjshëm. Se atëre kjo është rrethan rënduese, nuk është rrethan lehtësuese, sepse nëse Rama ka bërë një akt të paligjshëm që ka përfituar Berisha, atëre kjo është më e rëndë që nxjerr në pa një skandal historik që Rama ka përfituar nga një abuzim i Berisha ka abuzuar ka përfituar nga një abuzim i Edi Ramës.